Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit një trileqe, shumë e sheshme, e shpejt përgatitje edhe del që ta knoq loqkën e barkut. Kështu që përveç që nevojiten janë 8 vezë, mandej 250 gram me sheqer, 300 gram me miell, 5 lugë të gjellës ujë të vol, ujë të nxehtë pra që kemi vlu me bakall, një sheqer vanile edhe një pluhur përpjekje për ndryshe peciv. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Para se me qitë vezët në mikser, e kom lëshu furrën me nxehtë temperaturë 180 gradë. Që tjetë pra furra me por e nxehur. E largojna që të mparo nga lëvushka e vezë. Pasi kemi qitë 8 vezë, tash e morëm 250 gram me sheqer edhe një sheqer vanile. I përzina vezë derisa të bëjmë një mos kremoze. Në moment tjetër, tek miellë qesim një pluhur përpjekje për ndryshe peciv. I kemi rrahur edhe vezë e shefin derisa është bërë pra mosa kremoze. Tash në moment tjetër, miellë është përzim me pluhur përpjekje edhe i morëm pra ujin e nxehtë val. Unë nuk i ndaj asnjëherë kusht edhe të parë të vezëve, komplet kështu edhe perfekt dhe veç kaloni më dhe hava të i danin edhe të kohë, ma mirë që tel nuk ka. Kështu që mota të dosha përgatit në zhvindelive. E qesim miellën, furra veç është nxehur, tepsinë e kom lymë me gjallë, nëse s'keni gjallë e qepi pas vaj, edhe pak miell që mos zhvite plumi. Edhe se përzimit të dorës as pak, sepse shumica thojnë humb volumi, si humb as pak, vaj është del perfekt. Sot janë nisim me bismillah, gjithë shkashën për mashallah. E përzime pas të bëjmë. E nalim edhe mikserin, rumi është gati, tepsia kashtu e lyrë me gjallë për gati, furra e nxehur, çka na ka mbetë veç bismillah me hedhë brumin në tepsin e lyrë. Tepsin motra të dashura e kom ble në marketet tek turqit, sepse di që mbetin gjithmonë edhe pse kom shpjegu shumë herë tek marketet e turqve. Kemi qitë edhe brumin e tepsi, e shkunim kështu me duar pak pra që tjetë brumin gjithahom drejt edhe me njëre fusim tepsin pra në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. Derisa të pjeket edhe pandisponja pra për trileqe, tashti e përgatitim edhe qumshtin, pra 1 litër me qumsht, 1 dozë me qumsht të kondenzum e gjenin çdo market ushqimor në Gjermani, po ashtu edhe në Kosovë ka, si dhe 1 kilogram me pana ose shlagza në këto në Gjermani. Bismillah, i hedhim në një enë thellë, që thaj përzina pra. Edhe si gjithmonë për mi pra krem, pra karamel, që e blej gjithmonë në marketet të turqit. Hedhim qumshtin e kondenzuar. Edhe i përzina me tel të dorës të gjitha së bashku. I lojna hazër. Pandisponjen e kemi jek prej furrës, e kemi pjek temperaturë 180 gradë për 30 minuta. Si gjithmonë e morëm një rëmojse pra edhe shpojna pandisponjen. Nëse brumi pra nuk ngjitet për rëmojsës, atëherë është pjekur pandisponja perfekt që del
pamuk, si sëngjeri. E lojnë ata shte pandisponjen që të ftufët. Pandisponja është ftufur, e kom rrotullu në anën tjetër, e shifni së nxerë e but. Tashtin e të pësipra, ku e kom hekë pandisponjen, e morrin gjysmen e qumshtë që kemi përzi me hopla për ndryshe shlagzane ose me pana dhe qesim në të pësipra. Për funi, mandej e qesim pandisponjen edhe shpojna me pirun ose me rëmojse, që ta pen pra, e pen ashtu kështu me një herë pra qumshtin edhe shlagzanën. E kemi qitë edhe pandisponjen për mi, pra, e shifni. Tashte me anë të pirunit ose rëmujsesh, e bëna kështu vrima, pra, pandisponjes. Del pandisponja perfekte, jo thash edhe në fillim se s'keni nervoj as pakur në as një herë. Nuk i kum do të bart, as të kuqt, as a me përzime tel të dore, si hum volumi, a krejt ato e veç humbje kohë edhe kur gjëq. Del perfekt, provade pra kështu edhe shef një vetë. Tashte e morëm, prapë qesim qumshtin, e shefni, me një herë pra e pinë, sepse është pandisponja e mje, me kom pandisponja që dhe lekje që ajo edhe që rëngjë është qumshti si kur në pës, kur bje shev, me ledhet edhe nuk e pinë, kështu që është tepër e mirë, edhe pse tham tepër e mirë, provoni sepse e di çka postoj, edhe po ashtu bindeni si gjithmonë vet. Nuk tham veç hajt. Si për vete që postoj receta që i përgatiti ashtu për juve, unë as nuk hedhi poshtë harç, as për juve s'kom qef njëjtë pra. Ja qesim krejt qumshtin. Kemi qitë edhe qumshtin, e kemi morë pra kremin karamel, kështu duket edhe kjo kofja plastike, se e kom qitë pak ujtë në zejtë brenda, e kom të hëllu pra jo me lanë edhe krejt trash. Bismillaja qesim kremin karamel për mi. Pas e kemi qitë kremin karamel, tashti e shtrina për mi. E lenin frigorifer pra që dani për të nesërmen, keni mësafer. Si kurse une që kam, edhe lumet ata që kanë me hangër, juve pashtë byrëm, edhe ju lumë shënduar pashtë nëse provani, se keni qka me provu, edhe keni qka me qitë, që asë njëherë, pra, nuk to e ndrani recetën, këto ju garantoj edhe ju them 100%, sepse une që to jem, si gjithmonë, kur ti thom që shto, ashtu ju del, si në gjdo recetë. E lina me krem karamel për mi. Duket pra trileqja, ju bëft mirë nëse provani neve pashtu. Faleminderit për përkrahen që ma beni, komente të bukura, tjeri në recetën e radhës nga Kuzhina Nerit, ju them miru pofshim.